Joz Marku reagon për tragjedinë e familjes Kelmendi. Uroj që Zoti t'ju jap forcë. Tragjedia që goditi familjen Kelmendi ka prekur të gjithë opinionin publik. Mes personazheve që kanë shprehur ngushëllimet e tyre është edhe Joz Marku, i cili ka pasur një raport as pak të mire me Gjestin. Lajmi i trisht për humbjen e një jete kaq të re, na i prek zemrat të gjithëve. Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen dhe uroj që Zoti t'ju jap forcë për ta përballur dhimbjen. Qoftë lule e xhenetit, shkroi ai në Instastory. Ky reagim vjen pas 10 mesazheve prekse nga artistë miq të afërt të Gjestit, fituesit të Big Brother VIP Albania edicioni i 4, i cili humbi të vëllain në një aksident tragjik. Aksidenti i rënd ndodhi në fshatin Qungur në komunën e Pejës pas ditën e sotme, ku si pasojë ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vëllai i reperit të njohur nga Peja, Gjesti dhe një tjetër mbeti i plagosur. Mësohet se i riu ka ndëruar jetë në vend ngjarje. Aksidenti ndodhi rreth orës 14:00, kur një veturë është përplasur me një motor. Po ashtu, është raportuar se një tjetër banor i fshatit me iniciale KB është lënduar rënd dhe aktualisht ndodhet në trajtim në spitalin e Pejës. Banorët e zonës prej të cilëve u mësuan detajet kanë shprehur ngushëllimet e tyre dhe kanë kërkuar që të zbardhen sa më parë rrethanat e aksidentit. Hetimet janë në vazhdim. Po ashtu ende nuk kemi një reagim nga reperi Gjesti, i cili ka qenë fituesi i edicionit të shkuar të Big Brother VIP Albania, aty ku tregoi edhe lidhjen e veçantë që kishte me vëllain e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.